aktualisht i kanë 7. Edhe Ardian Gjini është i pari me 38.450 vota, Ramush Haradina i dyti, 34.575 vota, Daud Haradina i treti, i cili veç më ka dhënë dorëheqje, 26.029 vota, Besnik Tahiri i katërti, 22.527 vota, Bek Berisha i pesti, 18.650 vota, Burim Ramadani i gjashti, 16.429 vota. Pastaj, pason Time Kadrije e 7, 15.768 vota dhe në list janë Agim Qeku, Arbër Tolaj dhe i bie gruaja e parë që duhet jetë në grupin parlamentar Albana Bytyqi, që i bie Albana Bytyqi do tjetë deputete në kuvendin e Kosovës, do tjetë ndërmjet grupit parlamentar varësisht sa do t'i kenë 6, 7 ose 8. Shkojmë tek Lidha Demokratike e Kosovës. Shumë interesante është tek Lidha Demokratike e Kosovës. Vjosa Osmani e para kryeson me 73.971 vota. Lumir Abdigjiku i dyti 67.274 vota. Doar Sakica Xhelili 52.737 vota. Hikmete Bajrami 21.635 vota. Abdullah Hoti 38.139 vota. Kujtim Shala 32.215 vota. Uk Rugova 32.076 vota. Anton Quni 25.364 vota. Lutfia Aziri 23.297 vota. Dhe Armen Zemaj kompleton 10-shën 22.623 vota. Pastaj pasojnë deputetë të tjerë si Janina Ymeri, Besjan Mustafa dhe të tjerët, kur janë numëruar këtu nëse i referohemi 92.39% e votave. Pa i llogaritur ato të diasporës. Çfarë do të ndryshojnë ato të diasporës nuk e di. Ajo çfarë e dim është se ne shkojmë tek Partia Demokratike e Kosovës. Bedri Hamza 108.574 vota, përparim Gruda 66.284 vota, Arjan Tahiri 57.724 vota, Uran Ismaili 52.797 vota, Vlora Qitaku 35.864 vota, Sala Jashari 35.488 vota, Ganimete Musliu 27.421 vota, Arben Mustafa 25.500 vota, Enver Hoxha 24.994 vota, Rahman Rama 24.773 vota, dhe në list janë Mërgim Lushtaku, Elmir Esica, Jakub Nura dhe të tjerët. Si është gjendja tek lëvizja vetëvendosje? Albin Kurti 222.000 vota e 413 i pari. Pastaj Glau Konjusa 174.000 vota e 625 i dyti. Albolena Agjiu 101.000 votat e 872, që i bie gruaja më e votuar në Kosovë tjetë aktualisht, përsëri të rikonfirmozën e Agjiu. Hekuran Murati 88.285 vota, Donika Gërvalla Shfars 83.016 vota, Gjelal Sveçle 67.393 vota, Avnit Dehari 61.584 vota, Hajrullah Qeku 57.115 vota, Mimoza Kusari 55.010 vota dhe Ejup Macedonci 51.255 vota, duke pasuar më pastaj Shqipe, Mehmeti Selimi dhe të tjerët në listë, sepse vetëvendosja ka aktualisht shumë deputet për të lezuar. Po s'ka ndonjë befasi. Ajo çfarë dim është që ka nisur numërimi i votave nga diaspora, dhe ajo çfarë e dim, zoti Deda, është që nuk ka probleme